ku ai deklaron që me ardhjen tonë pushtet ne luftuam armiqtë e Izraelit, luftuam milicit iraniane dhe Hizbullahin. Pra, Meçara në mënyrë të hapur e ka pranuar tashmë që ai është një agent izraelit, ai është sjellur në pushtet për arsyeën e vetme që i shërbej Izraelit. Dhe ashtu sikur amerikanët e falën Ahmet Sharrën nga një terrorist mbi të cilin kishin vënë $10 milion, tani më e kanë shpallur burr të mirë dhe e pritën edhe në OKB edhe në Washington. Të njëjtën gjë po bëjnë edhe rusët. Ama kur bëhet fjalë për punën e rusëve, kjo është diçka e pa imagjinueshme, nga që rusët që nga viti 1946, kur Republika Arabe e Sirisë u formua, e deri në 2024 kanë qenë sponsorat kryesor të Sirisë. Në Republikën Arabe Siriane e armatosën me avion, me tanke, me logjistik, e shkolluan, e edukuan ishin rusët. Dhe ajo do më thënë që ndodhi ku regjimi bathist sirian ishte nën produkt i Bashkimit Sovjetik dhe ishte regjimi më besnik ndaj Bashkimit Sovjetik dhe Rusisë. Sirianët ishin më rusë se sa rusët, dhe që pa pritur do më thënë Rusia ta hedhi poshtë gjithë atë investim që ka bërë në pothuajse 8 dekada nëse s'jam gabim, edhe të ndërtoi aleancë me një terrorist sikur Ahmed al-Shara, tregon fytyrën e vetë të gjeopolitikës së sotme. Dhe për mendimin tim rusët e kanë bërë këtë për arsye gjeostrategjike. Ata duan që qëndrojnë bazat e tyre ushtarake që kanë në Latakia dhe në Tartus të Sirisë, dhe për këtë arsye po i thonë edhe Derridai. Çfarë u diskutua, Olc? Për çfarë u ra dakord? Cili ka qenë objektivi kryesor i kësaj vizite? Objektivi kryesor, sikur u njoftua nga Kremlini, ishte vazhdimi i bashkëpunimit ekonomik ruso-sirian. Siria, gjithë teknologjitë që i ka, që nga prodhimi i energjisë e tjerë janë industri ruse. Vazhdimi i shitjes naftës ruse, por edhe grurit ndaj Sirisë. Duhet kujtojmë diçka që çdo gjë që ka Siria, domethënë që nga monedha e saj kombëtare, arsimimi i kuadrove të vet, armatimet e tjera janë produkte ruse. Dhe për rindërtimin e Sirisë, pas luftës civile dhe pas bombardimeve masive që Izraeli nisi kundër Sirisë, kur xhihadistët e Al-Nusrës morën pushtetin në dhjetor të 2024, kërkon patjetër ndihmën ruse, nga që uzinat, fabrikat, çdo gjë është teknologji ruse dhe pa Rusinë ata nuk bëjnë dot gjë. Olc, kur ra Asadi, ajo që dëgjuam si deklarat nga Donald Trump ishte që çelësat e Sirisë i takojnë Erdoganit. Domethënë, kjo më bën të bëj pyetje, domethënë ç'ne tashmë Rusia rikthehet në Siri, sepse u elaborua gjatë kohës që Asad ra, që u larguan nga lindja e mesme Rusia dhe Irani, nga lindja e mesme, nga Siria. Kjo ka qenë dëshira e shumë analistëve perëndimor, por themi të vërtetën, rusët nuk e kanë mbyllur bazën e tyre të Latakijes dhe të Khmeinit, bazën ajrore dhe bazën tetare që ata kanë në asnjë moment. Rusët janë ata që organizuan largimin e presidentit Bashar al-Assad nga vendi, por në momentin që Bashar al-Assadi u largua, ata hynë direkt në bashkëpunim me xhihadistët e Al-Nusrës, duke kërkuar atyre të mos prekin bazat ushtarake ruse. Dhe rusët që nga nëntori apo dhjetori i vitit 2025, domethënë për 10 muaj
që kemi patur në tranzicion pushteti kanë qenë aty. Kuptohet që nuk janë më në për qytetet kryesore të Siris, ku ata drejtonin ushtrinë siriane, kundër personit I cili është takuar me Vladimir Putinin përpara 3 ditësh në Moskë. Ata nuk janë më në për qytete, janë kthyer në bazat e tyre, por duhet kuptojmë diçka që prezenca ruse në Siri nuk ka të bëjë aq shumë me Sirinë sa që ka të bëjë me gjeopolitikën dhe me pushtetin e fuqive të mëdha. Rusët duke qenë në Siri, ata duan të jenë prezent në Mesdhe dhe nga Mesdheu ata duan të projektojnë fuqinë e tyre ushtarake ndaj Perëndimit. Kjo është arsyeja pse rusët janë aty. Ndërhyrja e rusëve në 2014-15 në krah të regjimit të Bashar al-Assadit u bë nga nevoja e para e dyta nga bindja që iranianët I bën Vladimir Putinit që të bashkohet me iranianët kundër jihadistëve të Al-Nusrës, por sikur kemi parë në vitet e fundit, si pasojë e politikave globale që Rusia luan, edhe për më tepër prej nisjes së luftës në Ukrainë në 2022-shin, rusët filluan që ta ulin prezencën e tyre ushtarake në Siri, nga që ata nuk mbanin dot 2 luftra në të njëjtën kohë. Shumë nga avionët, nga helikopterët që ishin pozicionuar në Siri deri në 2022-shin, më pas u tërhoqën për të marrë pjesë aktive në luftën në Ukrainë. Ols, a e komplikon kjo rolin e Turqisë në Siri? Prezenca ruse? Prezenca ruse e komplikon, por në të njëjtën mënyrë duhet kuptojmë diçka që me hyrjen e Xholanit në Damask në vjetor të 2024-s, Siria është ndarë. Domethënë ne dimë që kemi rajonin pothuajse gjysma e Sirisë është nën kontrollin e kurdëve, ndoshta 1/4 është nën kontrollin e duruzëve dhe të Izraelit, dhe ajo pjesa tjetër që ngjelet më pak se gjysma është nën kontrollin e Al-Qaidës. Dhe Siria tashmë nuk ekziston më si shtet I unifikuar, sikur ka qenë në kohën e Bashar al-Assadit. Ekonomia e saj është e shkatruar, ushtria e saj është e shkatruar, dhe Abu Muhammad al-Gjolani ose përndryshe Ahmed Shara, presidenti I Sirisë, ai është kthyer në një Mahmud Abbas numër 2 apo në një Muhammed bin Salman numër 2, ku roli I tij është që t'i shërbejë Izraelit dhe zionizmit. Në për intervistat që japin qeveritarët sirian, ata e lusin Amerikën dhe Izraelin që t'i mbajnë pushtet dhe I thonë, nëse juve do të na mbani neve në pushtet, ne do bëjmë çfarë doni ju kundër Palestinës dhe lëvizjeve islamike që kërcënojnë Izraelin. Dhe hutja e Rusisë në Siri, Rusia ka qenë aty më herët, dhe e dyta është që Turqia nuk është lejuar që të ketë kontroll total mbi Sirinë. Turqia ka kontroll apo influencë në Aleppo, në Damask me qeverinë e Xholanit, ndërsa Mesdheun, aty ku janë alevitët, ne kemi prezencën ruse. Pra, ëndra e Turqisë për patur prezencën e saj në të gjithë Sirinë nuk është lejuar, as nga amerikanët, as nga izraelitët, as nga regjimet arabe, dhe kuptohet as nga Rusia. Siria do të vazhdojë të jetë e këtillë, edhe për më tepër për personat që kanë parë deklaratat e Ahmed Sharës që ka dhënë nëpër media të ndryshme, ai domethënë nuk e ka sulmuar Rusinë. Domethënë që kur ka ardhur në pushtet, ai gjithmonë ka thënë që ne duhet të bashkëpunojmë me Rusinë, duhet të bashkëpunojmë me Rusinë, dhe sikur dokumentet e fundit që janë botuar tashmë online tregojnë që ka patur një marrëveshje të fshehtë ndërmjet Rusisë edhe xhihadistëve nga nëntori I vitit 2024. Si marrëveshje të fshehtë?
bëhet fjalë për këtë marrëveshje që ju po nxirrni, keni nxjerr në ekranin tuaj. Po është këtë ma dërguat juve dhe sa autentik le të themi është si dokument, Olsi? Se unë nuk e di sa autentik, por dokumenti që qarkullon në internet. Që qarkullon? Tregon dhe është përkthyer edhe në shqip, jam botuar edhe në Facebook, dhe tregon që është bërë në 2024, dhe dokumenti mban logon e qeverisë turke, mban edhe vula, domethënë turke nëse jam gabim. Dhe në këtë dokument tregohet një marrëveshje ndërmjet Ankaras edhe Moskës, ku rusët, me sa duket ndoshta në nëntor apo dhjetor 2024, kanë rënë dakord me turqit për heqjen e presidentit sirian Bashar al-Assad nga pushteti dhe zëvendësimin e tij me forcat e Al-Nusrës, Ahmed al-Shamit. Dokumenti që ju keni nxjerrë në ekranin tuaj tregon se si Federata Ruse ka garantuar që presidenti sirian Bashar al-Assad do të hiqej nga pushteti. Rusët kanë koordinuar me turqit largimin e tij nga Damasku në dhjetor të 2024-s, lejimin që në Damask të futen trupat ishte një armatë që ishin ishte një pjesë e ushtrisë siriane, nuk po më vjen në mend emri i kësaj, po që kjo kontrollohej nga rusët, dhe ka qenë kjo pjesë e ushtrisë siriane, harrova emrin se si quhej ajo pjesë e ushtrisë, e cila në dhjetor do të hynte në Damask dhe do merrte nën kontroll Damaskun, nën kontrollin e rusëve, dhe pastaj këta do t'ja dorëzonin Damaskun Hayat Tahrir al-Shamit dhe ushtrisë kombëtare siriane që ishin rebelët që ishin në Idlib. Presidenti sirian së bashku me familjen e tij do të merreshin nga rusët, do të largoheshin nga territori i Republikës së Sirisë, fillimisht në bazën ajrore të Khmeimit ose nëpërmjet bazës detare të Tartusit. Pra, në këtë marrëveshje, ku edhe Republika e Turqisë ka nënshkruar, është që turqit kanë garantuar që në momentin që Siria do të merret në kontroll nga Al-Qaida, Turqia do siguronte integritetin e gjitha objektivave ushtarake, diplomatike, konsullore dhe fetare ruse, flamuri rus do të respektohej, të gjitha entitetet e lidhura me Federatën Ruse, përfshirë diplomatët ushtarak dhe civil, do të ruheshin nga Turqia. Figurimi dhe integriteti i kolonës së presidentit sirian, i cili do largohej nga Damasku, gjithashtu do të garantohej nga Turqia. Dhe palët dhe divizioni 5 ka qenë ai divizioni i ushtrisë siriane, i cili ishte i udhëhequr nga Anas al-Talakheidi, që me sa duket ka qenë agent rus, do të ishte ai divizion i cili do të hynte në Damask, do merrte në kontroll Damaskun dhe do t'ja dorëzonte Damaskun Al-Qaidës. Po çfarë fitoi Rusia, Olsi, me këtë? Është enigme e madhe çka ka fituar, domethënë. Po janë disa gjëra. E para është që ne e kuptojmë që Rusia me fillimin e luftës në Ukrainë është dobësuar shumë, nuk ka më as buxhet as ushtri që të mbajë luftë në dy fronte. E dyta, Rusia në Siri ka vetëm interesin e bazave ushtarake. Dhe Siria ka qenë një vend i dështuar, një vend i shkatëruar nga luftat civile për embargoet e tjera. Dhe interesi i vetëm rus ishin bazat. Dhe me sa duket rusët, kur ndoshta e kanë kuptuar që lojën e CIA-s me turqit, me MI6-in britanik, ku ata e kishin minuar regjimin Asadit, me sa duket rusët kanë arritur në konkluzion që të shpëtojmë çfarë të mundim. Dhe domethënë me sa unë kuptoj është që rusët e kanë kuptuar që Siria do binte, që ata nuk e mbanin dot më Sirin dhe kanë vendosur që të bëjnë pazar. Çfarë do ndodhi me Asadin, Olsi, se janë minutat e fundit?
Edhe njerë ma përsërit me Asadin, sepse një nga kërkesat e Ahmet Sharës ka qenë dorëzimi i Asadit, paktën kështu pretendojnë mediat. Ata e kanë bërë kërkesën për dorëzimin e Asadit, Ahmet Sharës, por përgjigjja ruse ka qenë që ai ka marrë strehim humanitar në Rusi dhe ai nuk kthehet dot. Tani është një fakt shumë interesant, nëse mund të hapësh atë artikullin tjetër që unë të ndash, ku në krahu i djathtë i Bashar al-Assadit, Mihraj Ural, një shtetas turk i cili ka themeluar edhe frontin për çlirimin e vilajetit të Iskanderijes apo të Hatayit. Ky është një turk alevit i cili në vitet 80 u arratis në Siri dhe ndërtoi frontin për lirimin e Hatayit. Në një intervistë që ai ka thënë me një media turke në 12 mars të vitit 2025, ai ka thënë ato që ne po shohim tani. Ai ka thënë që regjimin në Siri nuk e kanë rrëzuar xhihadistët, nuk e ka rrëzuar Turqia, por e kanë rrëzuar rusët. Sipas intervistës që i ka dhënë, në mars të 2025, dhe ne nuk e dim ku është Mihraj Urali tani, e kanë vrarë, është gjalla, fshihet diku. Ai ka thënë që Bashar al-Assadi u largua nga Damasku, por në Latakia, nga ushtria ruse. Ata e morën, i thanë që nuk e mbrojmë dot Damaskun, do formojmë rezistencë në Latakia, ku nga Latakia ti do drejtosh rezistencën për të mbrojtur Siri. Më pas kanë futur divizionin e 5 të ushtrisë, i cili me sa dukej kishte drejtues dhe komandohej nga rusët, i cili ka hyrë në Damask dhe ja ka dorëzuar Damaskun terroristëve të Ahmed al-Sharës. Sipas intervistës së Mihraj Uralit, ai thotë që kur e kanë çuar Asadin në Latakia dhe në Tartus, rusët e kanë arrestuar atë dhe e kanë marrë me pahir dhe e kanë çuar në Mosk, ku Asadi është përpjekur edhe që të helmoj veten e tij. Pra, sipas krahut të djathtë të Damaskut, ka pasur një konspiraci ndërmjet Rusisë dhe Turqisë. Kush ka qenë qëllimin ne akoma nuk e dim, ndoshta mund të jetë ndonjë pazar edhe më i madh me amerikanët dhe me izraelitët. Shumë pikpyetje lini nga kjo Olc, do të kishim diskutuar gjitha variantet, po sot nuk kemi kohë. Besoj javën tjetër do kemi mundësi që t'i eksplorojmë gjitha mundësitë. Kënaqësi shumë që të pata, si gjithmonë. Kënaqësia është ime, faleminderit. Të nderuar